Konferencën për shtyp, e kam pyetur Gjimshitin, pyetja ishte, si do e mbuloni Lewandowskin, dhe më dha i shpjegim tek për tek, në zonë, ku diun ato, dhe ja kisha frikën kësaj pyetje. Kësaj lëvizje të... Gjatë gjithë lojës, nuk po thekti nuk e mbuloj mirë, po. Ai në një moment që ju kryua, me eksperiencën që ka, me bagazhin që ka, u shkput një fraksion sekonde, 1 metër, shkoj aty ku ishte pika më e dobët për shkatarësi. Neve që nuk ashtu... Bashkëpunim edhe gabim pak, portieri vjen në plan 2. Gjimshiti është... Këtë pikërisht dohet pyesja, sepse ata që janë në stadium tifozët gaboj strakosha, thonë. Ti e shikon në sy me specialistit. Shikoj, Lewandowski, pa u gjuetur kornja, është tek me Gjimshitin. Kapet me duar, në një fraksion sekondja i shtyn dhe merr një gjen kohën dhe se lojtari madh atë ka, do të gjen kohën, hapësirë, në një moment caktuar, shkputet 1 metër, 2 metra, gjen kohën, kërcen dhe futopin rrjet. Aq mjaftoi. Atëherë më shkruan një të markimi personal, thot, specialist futbolli, ka qenë Aslani me Lewandowskin. Gabim. Besoj se nuk besoj. Nuk besoj. Nuk mund ta mbaj Aslani Lewandowski. Unë po flas për aksionin. Shikoja në fillim të aksionit pa u gjuetur kornja, Lewandowski është me Gjimshitin. Bashkë 2. Ai Lewandowski shkëputet 2 metra për zotësi ti, për gabimin ton, janë të dyja bashkë. Shkëputet, rrin gjej kohën perfekte, krosi shkon perfekt, plus edhe pak hezitimi i daljes portierit, e futovin rrjet. Hysa ishi treti, nuk mund t'i vë faj se hysa është atë shkurtër, nuk mund të pretendojmë që do mbuloj Lewandowskin në luftën me ajër. Është idiotësi kjo. Po, se problemi në momenti që iku... Momenti që iku Ajeti, u ngrit loja edhe me Ismailin, Silvinho tani si trajner. Kombëtari po lutet më mirë ato minuta kur u fut Ismaili. Altin, 1-1 more, 1-1, Dabulla i tha shumë mirë, 1-1 gjithë fushën. Lewandowskin mbuloje. Mund të jetë mbrojtja në zonë, sa ta mund të bëjmë mbrojtja në zonë, unë e kuptoj, ka qenë mbrojtja zonale, por ti nuk mund të lesh lojtarët më të fort me kokë të kundërshtarit, të shkojnë në një zonë ku ne kemi lojtarë me 7 rastësi të tullit. Ka disa lojtarë që markohen tek e tek. Zhuba, çka gabime pati kombëtarja? Ku gabuam? Atëre, me drejt u diskutua që 2 janë gabimet. Në radhë parë që nuk luhet me zonë. Me këto nivelin nuk luhet me zonë, luhet 1-1. Por në ndërmjet vetëm veprimin 1-1 ka dhe dublim. U ndryshua Ajeti me Ismailin. Ka pasi analizë që është bërë. Zakonisht, kur bëhet analiza për andejnë, caktojnë gjitha preferencat se kur dhe majtë Lewandowski në goditët standart nga krau djatë, nga krau majtë, kur dhe shkoj kështylla par nga lojtarët e mbrojtjes, unë mendoj që edhe Strakosha mund kishe reaguar, sepse pasi që shumë i gjatë ishë rreth 20 metra pas. Por hysa e ka marrë mas shpinë, nuk e... Është e vështirë për portierin ta kapi tonë në shtyllë 2 tjetër. Jo, jam shumë dakord, por ka dhe një gjë tjetër. Ata lloj topi, ata lloj krosi. Unë jam dakord me Dabullën që se nuk e ke mendja Lewandowski si do e bëj lëvizjen, se ata bëjnë një lëvizje, domethënë mashtruese në fillim dhe pastaj futet në zona 2. Por po të shikosh në gjitha ndeshjet kryesore, Polonia e ka bërë kështylla 2 golat. Atëherë duhet ishin marrë masat. Mund bëjë një rreshtim tjetër diagonal, të dilte Ismailin kraun tjetër. Megjithatë hiku kjo situatë. Pjesa tjetër, goli 2. Si mund ta lejosh golin e dytë në atë distancë, domethënë që goditet në një 25-30 metra. Jo, për ta hap diskutimin. Ne ndoshta duhet ta fillojmë kështu. A kishim ne formacionin më të mirë? Okej, do shkojmë aty. Mehmet, ç'a bëm gabim ne që nuk vajti gjëja që po kërkonim? Pika e parë me këtë përgjigje pak lidhe me Gjimshitin, apo jënë lu 95 minuta, Gjimshiti ka bloku Lewandowski. Zakonisht, fantastik. Flasim për rastin konkret. Vetëm për gol. Po Levas do iki me sprint tani, se Levas zonë në shpuna, se me sprint nuk tikën. Nuk hyet goli, por Strakosha, për mu, si e shohun, jo, Strakosha, pi vjen një top, prej kornerit, në 1 metër nga shtylla, 1 metër nga shtylla, pi vjen topi, dhe aj, po rrin para atje, kur gjitha mundësit I ka me përcjell topin, unë e këto nuk e kuptoj, unë jo.
E nuk mund t'i themur e këti mbrojtësit që ju gjuz Lewandowski mi kokë, për mu, ishte edhe faul. Po, mund t'i. Po. Ishte arbitër shqiptar, po. Në ndeshje Superligash edhe në... Ai ka vënë duart pasi ka gjytuar. Pasi. Ai ka vënë duart pasi ka gjytuar. Strakosha këtu për mu, me kitë eksperiencë që ka rrit me kombëtarën, duhet dhe është desh më qenë më i zëshëm, më i kujdesshëm, më me dhonë forcë, me tregu lojtarëve çka të bëjnë. Ai po rrin vetëm vi. Ka fillu me mbroj në vi. Dhe ka shëndru që... Portieri madh duket ndalja, burë. Po se kanë qik defekt. Portieri madh duket ndalja. Ai djali është 1,90 m sa është, plus dora 2,30 m, 2,20 m. Mos koordinimi i mirë, Kupton, Po pse me të shkurtra Strakosha njërë? Pse me të shkurtra? Se ishte edhe ftohtë atje e zhuba. Pse me të shkurtra? Mund të themi këtu që mbrojtësi... Ajo është ndjetë më mirë si duket... Se po lakët ishin me më gjatë e portierët. Zakonisht portierët e shullosin, që më lirshëm për sa i përket. Kemi lukë futboll gjithë, edhe në këto shtyllat e dyta, gjithmonë shpesh kena hongër gola. Po pra. Po. Shpesh na ka ndodhur. Bashkim Silvinho, çfarë duhet të bënte? Duhet të fuste Pilon apo Muçin në fush? Jo, që në fillimi. E thashë, po se shtjellohë. Tani. Pse shkuam ne, për të mbrojt apo për të fituar? Për të fituar. Ku ishin sulmusit? Kush ishte në sulm? A ishin lojtarët më të mirë? Lojtarët më në formë? Ja. Si sulm, aty ne parë skemën e futbollit 5 këtu, 5 këtu. Nuk e kemi parë të 5-5. Ore, 15 minuta dhe para ne ishim... Skema e parë. Ku thret Qameti, ishte për turp. Nuk dishin nga shkoni. Minutat e para kemi qenë për turp. Turp, ishte, turp. Themi të paktën, Muçi është më në formë nga... Se futin. Si se futi? Se futin. Dhe me zhupën kam sënë këtu, kam për të grumulluar dhe ta se futin. E ti qa bërja i, vetëm i sekundë. Muçin e përdori për furqë dhëmbësh, që të laj gojen dhe të shqiptarë dhe futa. 5 minuta. E keni ndjekur... Si? Nuk të ja do t'i syve. Po, nese. E pra, të bërja, që e futa, ja. Po 3 minuta dhe mesin të fusësh. Shiko, e keni ndjekur... Bashkimi, vetëm një sekundë, se bashkimi tha...